Sot të gjithë ju dhe çdo qytetar që na ka përcjellur janë bërë dëshmitar të abuzimit dhe shkeljes kushtetuese me qëllim dhe me vedije nga ana e Albin Kurtit dhe deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje dhe koalicionit që udhëheqaj. Nuk është situata e njëjtë si para gjykimit të gjykatës kushtetuese. Nëse ka një qartësi akt gjykim, është e qartë që nuk mund ndryshohet rendi i ditës aq më pak në mënyrë arbitrare. Dhe insistimi i njëjtë sot, sikur në seancat e kaluara, i bie që për Albin Kurtin dhe Vetëvendosjen as gjykata kushtetuese e as akt gjykimet e saj nuk kanë kurrë vlerë. Kjo qasje, e cila realisht e ka karakterizu krejt qeverisjen e Vetëvendosjes dhe të zotit Kurti në raport me kushtetutën, është e papranueshme. Është sulm kundër demokracisë dhe rendit kushtetues. E ka karakterizuar sepse ju e dini që spaku 10 herë e kanë shkel kushtetutën gjitha rastet që ne si PDK gjatë mandatit të tij kemi dërguar dhe kemi kontestuar në gjykatën kushtetuese. Pra shpërfillja ndaj kushtetutës nuk është asgjë e re, sepse këta dhe se kanë njohur as shtetin as kushtetutën në të kaluarën. Por sot, për një çështje kaq të rëndësishme si konstruimi i Kuvendit Republikës, që është organi më përfaqësues i qytetarëve, për një çështje kaq të rëndësishme si zhbllokimi i konsolidimit dhe krijimit të institucioneve të reja, me pas këtë çështje vërtet është një nivel i ri, jo vetëm i papërgjegjësisë, po i rrezikimit të demokracisë në Kosovë. Urdhani. Është fare e thjeshtë. Rendi i ditës është përcaktuar me datën 8 prill nga ish kryetari Konjufca bashkë me përfaqësues e partive politike, ashtu siç e parashër rregulloria dhe ashtu siç e ka konfirmuar ky akt gjykim. Ai rendi i ditës është i qartë, bile është taksativisht i shkruar në rregullorin e Kuvendit dhe i ka 4 pika. Prej Komisionit për verifikimin e mandateve, tek dhënia e betimit e pastaj tek pika 3 zgjedhja e kryetarit apo kryetarës dhe zgjedhja në kryetarëve. Ne jemi te pika e 3 e rendit ditës. Aty duhet më kthy dhe kjo ka qenë kërkesa jonë edhe dje. Sot këtu është dashur të tërhiqen për shkeljes kushtetuese. Që po e zëm që se kanë ditë që po bëjnë shkelje deri para 3-4 ditësh, sot dihet. Është ndryshim i rendit ditës, sepse për me pas një komision duhet me pas një proces që i bie ose një mocion procedural, e që në seancë konstituive është i pamundshëm, sepse ai vlen vetëm për seanca plenare, ashtu thotë Zeza në bardh rregulloria e Kuvendit. Pra në nenin 53. Dhe këtu, çka po ndodh? Këtu është një pikë e re e rendit ditës për me thjeshtu. Çka është ajo? Votimi, komisionet e tjerë e tjerë. Pra, në mënyrë arbitrare, po mundohen me e ndru rendin e ditës të cilin u ndalon akt gjykimi. Çka duhet me ndodhë është e thjeshtë. Kthehu te propozimi, këndush propozoj, ajo është e drejtë kushtetuese garantuar për grupin më të madh parlamentar. Ata e dinë që zonën Haxhiu kur s'kan mja bu votat. Në seancën e dytë, në 7-3, këtu ju kom thonë juve, as si ka, as ka me i pas. Më vjen keq, 2 muaj e sa ma vonë, prapë është e saktë. Por, nëse dëshiron me këmgull, le të vazhdon me të. Le të vazhdon, ka drejt me e qitë disa herë, se kështë akt gjykimi nuk e kështë limitu. Por, ajo është sjellje pa përgjegjshme, është sjellje për mos me e konstituu Kuvendin. Por, insistimi me vazhdu njëjtë, edhe pas publikimit të akt gjykimit që tashmë është në fuqi, sepse në pikën e fundit dispozitivit thotë që hyn në fuqi me një herë, është i tmerrshëm si qasje, edhe si zhvillim. Më falë, tek i fjallin pasaj. Për ata që nuk kuptojnë, ka nevojë. Dhe është e qartë që Lëvizja Vetëvendosje nuk po kupton se këtyne edhe interpretimin e kushtetuesës po ja bojnë ekonomistat.
sepse juristat i kanë me atë mentalitetin e shpejtësisë vojnë të psi, kështu që dim që as juristat nuk e kanë që kuptojnë. Po më falë, kerejt profesionistët e mundshëm, e ish gjykatës kushtetuese, e shoqërisë civile, e njerë që heqna një neve, e kanë qëndrimin edhe e kanë interpretimin e njëjtë. Vetëm lëvizjave të vendosje e ka interpretimin e vetë, e ka realitetin e vetë. Nëse ata dëshirojnë, mundën me i dërgu kërkesën për sqarime. Por sot ka ndodhur një rast i ri në këtë kuvend. Sot me vedije, një numër i madh i deputetëve, kryesisht të grupit të vetëvendosjes, e kanë shkel kushtetutën me vedije, me qëllim dhe siç thuhet pa u trem çerpikë. Kështu që sot ka ndodhur një lëndë e re, sot ka shkelje të re dhe unë jam i bindur që kushdo që e dërgon gjykatë, absolutisht gjykata nuk ka mundësi tjetër bindjen time përveç atë që sot ka ndodhur shkelja. Zotri Krasniqi, pavarësisht të vendimit të gjykatës kushtetuese, edhe kërkesa juaja për zhbllokim të këtij ngërçi politik, apo i vjen që kryeministri i detyrës Albin Kurti po i bë këto për inate politike, dhe tjetra, a duhet që presidentja Osmani të bëjë diçka në këtë ngërç politik që jemi tash? Unë qysh në fillim të majit, biles edhe me komunikat zyrtare nga kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës kam bërë thirrje presidentës Osmani si përfaqësuese e vetme me legjitimitet e mandat plot në një nga institucionet më të rëndësishme që të merr një rol. Kemi pas një takim, nuk ka rezultuar me ndonjë sukses, por besoj që i takon që të gjejë një formë të tjetër të angazhimit, sepse edhe kushtetuta obligon që të garantoj funksionimin demokratik të institucioneve. Nuk më takon që t'i jap propozime, sepse besoj ka mundësi mjaftueshëm që edhe vetë të analizoj si situatë dhe të merr veprimet e saj. Përndryshe, zgjidhja para zgjedhësh është siç e sheh aktgjykimi. Pra, përgjegjësia dhe detyrimi që ja ka dhënë grupit më të madh parlamentar, jo grupeve tjera, taksativisht grupit më të madh parlamentar, detyrimin për të bashkëpunuar, për të konsultuar në mirëbesim dhe për gjetur konsenzus ose kompromis. Zoti Kurti nuk e ka në fjalorin e vetë as konsenzusin, as kompromisin. Ne i kemi dhonë kompromis pa na taku. As nuk është detyrim i këtij aktgjykimi, as nuk thot që grupi i dytë parlamentar, ai treti, ku e diun, duhet me bëj veprime të kompromisit. Por ne, para se me ndodh kjo, i kemi ofruar kompromisin ku i kemi dhënë gati 4 opsione që t'i propozoj për kryetara apo kryetarit kuvendit. Urdhno, pastaj. Është e kuptueshme dhe arsyeshme që sjellja jonë sot nuk ka mundur të jetë e njëjtë me sjelljen tonë para 2-3 seancash, sepse realiteti ka ndryshuar pas aktgjykimit. Dhe kjo është arsyeja që edhe sekretarja e përgjithshme e partisë, deputetja Vlora Qtaku, dolën foltore sot për dallim prej herave tjera për t'i thënë kryesuesit mos abuzo me faktin që je më i vjetri e që të ka taku me qenë nacional dhe mos e shkel kushtetutën për shkak të instruksioneve që t'i jap partia jote. Sepse mjaftueshëm e ka shkel deri tash kushtetutën. Do të thotë në dispozitiv thuhet qartë, nuk është zhvillu seanca konstitutive në pajtim me kushtetutën. Kush e ka zhvillu? Ne si deputet s'kemi pas gjë në dorë. Ka qenë kryesuesi ai që ka imponu çdo skenar, edhe komisionin i cili është i palehtëshëm me jo kushtetues. Pra, shkelci kryesor është ai dhe mund vjen keq që ai nuk e bën ato me vullnetin e vet, po e bën me instruksionet e partisë tij. Dhe normalisht që ishte një pëquj kushtimist, një simbolik e refuzimit të kësaj qasjeje antikushtetuese, tashmë të hapun, tashmë pa ekvivoke, të lëvizjes vetëvendosje dhe të Albin Kurtit si shef i saj. Një gjërat që përsëritet në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese është që deputetët të bashkëpunojnë mes vetë dhe kjo i përfshin të gjithë që referohet pra
ose të paktën nënkupton Po. që të zgjedhjet deputetët do të bashkëpunojnë me zgjedhjet. A do të shkoni në takime nëse thirrën takime të tilla qoftë nga kryeministri në detyrë ose presidentja? Nuk ka më asnjë kuptim me u taku me zotin Kurthi, sepse ka material të ri tash për shkeljet po, më të fortë, kështu të themi kushtetuese nga sa vërtet. e çka ke pyetja asaj? A ka? Ka material, po pyetjen se kuptova në fund. A do t'i Aha. drejtoheni përsëri? Shikoni, vetëm Partia Demokratike e Kosovës dhe unë personalisht nuk e kemi ik asnjë takimi, as e kemi refuzuar asnjë takim, kemi pas iniciativa konstruktive të përgjithshme me u mundu me dal nga blokada që na e ka imponu vetë vendosi. Dhe kemi qenë në takimin e djeshëm të thirrur nga jo kryeministri, po kryetari i lëvizjes vetë vendosi. Do të thotë takimet duhen me u mbajt për me ofru një zgjidhje, jo sa për çuje faqe si takimi i djeshëm. Partia Demokratike e Kosovës e ka luajtur dhe do ta luajë gjithmonë rolin e vet, përgjegjësinë e saj për me dal nga kjo krizë. Por normalisht që s'mundemi me imponu qëndrimin tonë, bindjen tonë dhe vullnetin për të dalur nga ngërçi aktual partive tjera, në këtë rast lëvizjeve të vendosur. Po është e saktë që sot është konsumu një shkelje e kushtetutës me vedije. Dhe normalisht që ne do ta shqyrtojmë qysh sot mundësinë e dërgimit të një lande të re në gjykatën kushtetuese. Ndoshta mundet edhe vetë presidentja, ndoshta mundet i njëjti, si me thonë, grupi deputetëve që kanë dërgu edhe të kaluar. Pse jo, nëse kanë paqartësi, si që bën një pyetje, mundet me që edhe vetë grupi vetë vendosë, sepse për ata, për një me gjithë shka është e paqartë, sepse mendojnë që vetëm mënyra që shohin ata realitetin është e vërteta, por nuk është. Një formës e tjetër, unë jam i bindun që ne do të përfundojmë në gjykatë kushtetuese përsëri, sepse nëse deri në datën 26 korrik nuk përmbushet obligimit që na ka dhënë aktgjykimi i gjykatës për me konstituu kuvendin, atëherë përgjigje konkrete në këtë aktgjykim nuk ka. Na mbetet me marrë përgjigje të reja dhe me i dhonë vendit zgjidhje. Po shpresa ime ka qenë vërtet, sidomos pas konsultës së pardjeshme, ku nuk u majtë seanca, që ata do t'i thirrin mendjes shnush, që do të reflektojnë dhe do të tërhiqen nga blokada. Po, siç duket, kjo nuk ndodhi. A pa të një pyetje të fundit duket? Jo, faleminderit shumë. Mirupafshim.